Akoma na duhet shumë punë që të kemi të dhëna institucionale të besueshme dhe të sigurta. Shpreh keqardhjen edhe bashkëndjej me familjarët e viktimave, por edhe me të mbjetuarit e masakrave të luftës së fundit në Kosovë, gjithsesi të gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Por ajo që kemi vrej gjatë reagimeve dhe debatit publik të këtyre ditëve sjell në pa disa gjëra shumë të rëndësishme. E para se neve si shtet akoma na duhet shumë punë që të kemi të dhëna institucionale të besueshme dhe të sigurta. Kjo e dëshmoj se gabimet ndodhin, unë besoj që është tejet problematike, domethënë gjithë kjo situatë dhe se debati po bëhet pas një ekspozite gjithsesi pas identifikimit të mangësive nga në radhë të parë deputeti jonë, zoti Enver Bigulli, e pastaj edhe ministri Antin Hoti, të cilët i adresuan publikisht këtë tema, por ne dim se kjo ekspozitë domethënë është bazuar në një libër i cili i ka të dhënat dhe ne edhe gjatë vizitës bashkë me zonin Haxhiu në ekspozitë kemi diskutuar këtë temë se sa është e rëndësishme që të kemi të dhëna të sakta. Në këtë pikë, përtej debatit politik që po bëhet, dhe përtej asaj që ndoshta për të goditur politikisht partitë caktuara, në këtë rast tendenca është për të goditur edhe qeverinë, është një e vërtetë e pamohshme që fatmirësisht tashmë ne kemi Institutin për krimet e kryera gjatë luftës së fundit, i cili u miratua, u funksionalizua gjatë qeverisë Kurti, po bëhen përgatitjet për të bërë një padicë civile ndaj Serbisë dhe ne presim që instituti të punojë me efikasitet të plotë dhe si institucione të kemi sa më shumë aktivitete edhe vetëdijsuese edhe të mbajmë gjithmonë në vëmendje atë që ka ndodhur, sepse e dim që koha po kalon, vitet po kalojnë dhe gjeneratat e reja duhet që të kenë sa më shumë aktivitete ku njihen me gjenocidin që Serbia ka ushtruar ndaj Kosovës. Ndërkaq është e padrejtë që gabimet që individ ose organizata të caktuara i kanë bërë ose i kanë adresuar gabimisht, sepse nuk mund të pretendoj për qëllimet, ti paturohen në këtë rast kuvendi, sepse kuvendi ka dhënë një donacion në vlerën prej 5.000 euro për organizimin e ekspozitës, ashtu siç ka bërë edhe Komuna e Prishtinës, e cila ka jap leje për organizimin e kësaj ekspozite. Pra, si institucione kanë mbështet vetëm organizimin e ekspozitës.